Mund ta thoni diçka më tepër në lidhje me angazhimin apo dimensionin ndërkombëtar që ju keni pasur me rolin që keni pasur në Asamblenë e Këshillit të Evropës apo mandej sot me sa di keni qenë paktën drejtuese e shoqatës misisë Shqipëri-Izrael ndër tjera. Kam qenë se unë isha atëherë presidente e grupit sepse isha në parlament, tash jam në parlament, po kam një pozicion tjetër. Gjithashtu shumë interesant që del nga libri juaj, keni takuar personalitete të rëndësishëm botror, si Nelson Mandela, Václav Havel e të tjerë, të cilët natyrisht kanë një gjumë të pashlyeshme në historinë e politologjisë, në historinë e politikës botrore, edhe fal shëmbullit personal, Zapatero në Spanjë e të tjerë, por edhe mesazheve që ata kanë lënë për politikanë të ardhshëm. Shumë. Shiko, duhet të bëj një Sa keni mësuar prej tyre? Diferencë. E para është që unë shumicën e këtyre, shumicën mund të them mbi 80% nuk i kam takuar nga politika, i kam takuar para se të hyj në politikë. Fal eksperiencës time dhe angazhimit që kam pasur në organizata të ndërkombëtare përpara se të hyj në politikë. Unë shkoja shumë shpesh në Kombet e Bashkuara atëherë. Kam qenë goxha e angazhuar, për shembull Kofi Annanin, atje e kam pas takuar dhe kam një respekt dhe veneracion të jashtëzakonshëm për të dhe për të shoqen Annanin, ajo ishte suedeze, ai ganez, domethënë për një burr që e mbante, e di pse e nisa nga ky se unë kam takuar dhe presidentin Clinton e këto, sepse sot Kombet e Bashkuara është në një krizë të madhe dhe në një dobësi, do të thoshja, në një dilemë. Për shkak të mungesës së leadershipit në Kombet e Bashkuara apo për shkak të votës që po riformohet? Unë mendoj dhe prandaj e theksova që është edhe për shkak të leadershipit. Për shembull në kohën e Kofi Annanit, unë shkoja shpesh, domethënë atëherë, Kombet e Bashkuara kishte një rol të fortë dhe unë kujtoj që në atë kohë ambasadore Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe këto në fakt edhe këto janë gjëra që i them për herë të parë se kanë qenë pjesë e jetës dhe e punës time, por Madeleine Albright ishte ambasadore Shteteve të Bashkuara në atë kohë në Kombet e Bashkuara. Dhe ishte shumë e fortë. Dhe në atë kohë kishte disputes, themi, ose disa mosmarrveshje edhe në atë kohë mes Kombeve të Bashkuara, mënyrës, domethënë, qasjes, jo qasjes në përgjithësi, po qëndrimeve për politika të caktuara apo qëndrime ndaj vendeve të caktuara. E kjo është një gjë që duhet ta theksoj që ai ishte një burr që menaxhonte, domethënë shumë mirë, edhe sado që ajo ishte një skifter në kuptimin pozitiv, forcës unë kam një admirim për Madeleine Albrightin sepse kam pas rast, domethënë të kem qenë e ftuar edhe kur ishte presidente e NDI-t, më vonë kur iku nga sekretare e përgjithshme, dhe në një drek të ngushtë që ajo bëri me disa gra, kur ne ishim në konventën e Obamës, por kam pasur fat që me ftesë të presidentit Clinton, para se të hyj gjithmonë në politikë, të jem në Shtëpinë e Bardhë në Ochellion Saving Women's Life. Atë e bënte presidenti Clinton dhe kishte marrë Madeleine Albrightin që ishte atëherë sekretare shteti dhe që ai kishte një respekt dhe vlerësim të jashtëzakonshëm për të. Unë këtë kam shkruar. Po, e kishte, domethënë absolutisht. Sigurisht edhe më vonë me atë që bëri pastaj Albrighti me qëndrueshmërinë, me forcën e saj në Kosovë.